Organizatat jo qeveritare, bashkësitë fetare, nxënës dhe mësues të shkollave protestuan sot në Tiranë për kushtet e papërshtatshme ku jetojnë jetimët, duke kërkuar mbrojtje dhe kujdesje më të mira për ta. Në këtë tubim mori pjesë edhe zonja e parë e Shqipërisë Teuta Topi, e cila theksoi se fëmijët e pambrojtur dhe pa familje kanë nevojë për kujdes në çdo ditë të vitit dhe jo vetëm në data të veçanta. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Veprimtarët e të drejtave njerëzore, përfaqësues të bashkësive fetare, mësues, politikanë dhe disa qindra fëmijë të shkollave zhvilluan sot në Tiranë një tubim proteste në ditën kombëtare të jetimëve. Pjesëmarrësit u përpoqen të tërhiqnin vëmendjen e opinionit publik të kryeqytetit dhe të administratës qytetërore për trajtim dhe kujdes më të madh për fëmijët që mbeten pa prindër. Në protest mori pjesë edhe zonja e parë, Teuta Topi, e cila theksoi se jetimet nuk mund të ndihmohen në një ditë të vetme. Këtu një rol mjaft të veçantë luan politika shqiptare me ligjet e saj, sepse kjo shtresë nuk ka nevojë më për mëshirë, por ka nevojë që kjo shtresë të edukohet sa më mirë, të punësohet sa më mirë, të integrohet në jetën e gjithë shoqërisë sonë. Prandaj unë i bëj apel, sepse mendoj se kjo është një ditë reflektimi dhe një ditë apeli për mbar shoqërinë tonë. Drejtues të bashkësive fetare bën gjithashtu thirrje për të mbrojtur shtresat në nevojë, sidomos jetimet. Kryetari i Bashkisë Muslimane të Shqipërisë, Selim Muça, tha se çdo njeri ka mundësi që të ndihmojë fëmijët e pambrojtur. Edhe feja i urdhëron të gjithë shoqërinë njerëzore që me jetime sillet më butë dhe më mirë se me gjithë tjerët. Domethënë të ndihmojnë me gjithë mundësitë, me para, me ushqime, me veshje, dhe sidomos kur nuk ka mundësi të këtilla, mjafton me përgdheli dhe me zemër të pastër me u përgdhel kokën dhe me uroj që ata të rriten. Unë uroj jetimët e Shqipërisë që të rriten me shëndet të mirë, në kujdesin e gjithë shoqërisë dhe të bëhen të vlefshëm për veten e tyre për dheun. Drejtuesi i kryegjyshatës botërore të Bektashimve, Baba Dede Reshat Bardhi, tha se shteti dhe shoqëria duhet t'i shkollojnë dhe punësojnë sa më mirë jetimet pa familje. Zoti vetë thot, jetimt janë të mi, për jetimt vetë Zoti kujdeson. Edhe kjo ditë për me të gjithmonë të kujtohet, të atet ndihmë të madhe për shkollë, për punë, që si kanë babin e tyre, dhe Zoti i nimoft të gjithë jetimt. Veprimtarët e shoqata jo qeveritare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve organizojnë her pas here tubime të tilla, megjithatë deri tani ndikimi i tyre nuk ka qenë i ndjeshëm mbi institucionet shtetërore. Masat për të mbrojtur fëmijët pa përkraje dhe pa familje vlerësohen si të pamjaftueshme, madje edhe statistikat për ta nuk janë të sakta. Madje jetimet shpesh ndërpresin shkollën, punësohen qyshëmitur dhe jo rrallë trafikohen dhe shfrytëzohen për lypsari dhe punë pa pagesë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.